marrëdhënie ndërkombëtare, politika ndërkombëtare, dhe pastaj ndjen se ke arrit të thellohesh sadopak brenda tyre dhe i she do gjana të cilat në sipërfaqe nuk duken lehtë. Nuk thuhen dhe edhe nëse thuhen në mënyra të ndryshme. Për shembull, ne jemi në lindjen e mesme për demokratizimin e atyre popujve, për kulturizimin e atyre popujve, për shpëtimin e atyre popujve nga diktaturat, atë diktaturat e lindjes së mesme. Më besoni, ju betohem, të gjitha e regjimet arabe, deri para 3-4 vjetë kanë qenë regjime të ardhura në zarf, të rekomanduara dhe përgatitura nga jashtë për t'i sjell ato kombe dhe ato shtete në mënyrën se siç veprohet tani me ta. Përderisa ti i sheh këto dhe je lexues i vazhdueshëm i Foreign Policy, i revistave periodikëve më prestigjioz në botë, në të cilën para 20 vjetë e lexon një studim të ndonjë strategu të marrëdhënieve ndërkombëtare dhe i përcjell pastaj ngjarjet, i prek me dorë dhe i vëzhgon me sy, kur ti del në këto raste dhe e thua një mendim, një qëndrim, natyrisht se ky është vestofob ose westernofob.